në Mitrovic, ku dikon rreth 1 orë është ndërprer procesi i numërimit, pasi që pretendohet se numrat serek të votime nuk përputhën me ato të vendvotimeve. Pak para disa minutave ka zbarkuar edhe njësia speciale në këtë pjesë të Mitrovicës, pashtu edhe krye prokurori është duke e hetuar rastin. Afër meje është Ferdi Kadriu nga PDK-ja, i cili na tregoi se rasti që është iniciuar nga PDK-ja. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për kohën. A mund na tregu rasti është iniciuar nga jo në lidhje me to pretendime se numrat serek nuk përputhën me numrin e vendvotimeve. A mund na tregu për këtë? Po, atëherë numërimi në qendrën komunale të numërimit ka filluar sot, edhe ndërrimin e paraditës dhe pas ditës janë identifikuar disa raste. Numrat serek të vendvotimeve dallojnë nga klasa në klasë, apo edhe në raste të tjera prej shkollës në shkollë, pra prej qendrës votimit në qendër të votimit, edhe kjo cënon direkt integritetin e këtij procesi zgjedhor. Meqenëse se ka qenë kështu, atëherë kanë reaguar edhe numëruesit tonë, që janë në qendrën komunale të numërimit, edhe është informuar edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Siç jeni të informuar edhe ju, kanë dalë edhe prokurori i rastit, ekipe tjera nga Komisioni Qendror Zgjedhor, edhe po presim që të procedohet dhe të konstatohet më konkretisht për gjendjen aktuale. Njëherë nuk janë komisionerët e ju brenda sallës, pasi dëgjum se e kanë ndërprer, domethënë refuzohen të qëndrojnë brenda. Pse nuk janë brenda, po janë jashtë objektit? Është konstatu për një gjendje të tillë, domethënë nga numëruesit, edhe është kërkuar që të hyjnë në karantinë kutitë e votimit. Mirë po, kutitë e tilla kanë vazhduar të llogaritën si kuti të rregullta. Dhe numëruesit tonë kanë konstatuar, ekipa edhe kanë liru hapësirat e qendrës numërimit, edhe nuk vazhdojnë tutje, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të konstatoj përgjendjen aktuale dhe prokurori i rastit. Faleminderit shumë nderuar. Faleminderit ju. Kasi nga kjo lidhje direkte, Hares. Faleminderit shumë për këto informacione.